Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Gjuli Krisafi. Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për të detyruar Kuvendin të çojë në këtë gjykatë mocionin për mandatin e deputetit të Partisë Socialiste Vullnet Sinaj. Kuvendi kishte vendosur në janar të këtij viti vazhdimin e mandatit të deputetit dhe mosdërgimin e mocionit në kushtetuese. Demokratët pretendojnë se përmes bizneseve të tij deputeti kishte përfituar para nga buxheti i shtetit. Vullnet Sinaj do të jetë deputet edhe në legjislaturën e re pasi fitoi një mandat në Vlorë në zgjedhjet e 11 majit. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për t'i hequr mandatin e deputetit të Partisë Socialiste Vullnet Sinajt. Me shumicë votash, gjyqtarët vendosën të rrëzojnë të treja kërkesat e 14 deputetëve të grupit parlamentar të demokratëve. Ata kërkuan shfuqizimin e vendimit të Kuvendit për të mos e dërguar mandatin e Sinajt në gjykatën kushtetuese dhe detyrimin për ta dërguar atë në mënyrë që kushtetuesja të merrte vendim për ta marrë ose jo ajo në shqyrtim. Kësaj radhe gjykata kushtetuese i dha të drejtë Kuvendit dhe Sinaj do të vijojë të jetë deputet. Kështu bien dhe akuzat e demokratëve se Sinaj, si deputet i Partisë Socialiste përmes bizneseve të tij të supermarketeve, ka përfituar 36.000 euro nga buxheti i shtetit. Por ndryshe nga Sinaj, për Olta Xhaçkën, gjykata kushtetuese vendosi të rrëzojë Kuvendin dhe t'i japë të drejtë Partisë Demokratike, si dhe urdhëroi t'i sjellë mandatin e saj për shqyrtim. Përplasja mes gjykatës kushtetuese dhe Kuvendit zgjati 2 vite, deri në Komisionin e Venecias. Por në kushtetuese, kryetare vijon të jetë e njëjta gjyqtare, Holta Zaçaj. A ka lidhje ky ndryshim qasjeje i gjykatës kushtetuese me mandatin e saj personal? Zaçaj duhet të kishte lënë zyrën e kryetares dhe gjyqtares prej datës 5 mars, por gjykata e lartë, e cila fillimisht nxitoi ta zëvendësoj, më pas çuditërisht nuk po i gjente dot zëvendësuesin, pasi kandidatët po tërhiqeshin nga gara. Fal kësaj loje, Zaçajt i ka lënë mundësinë të vijojë të ushtrojë detyrën si kryetare dhe gjyqtare pa mbarim derisa të gjehet zëvendësuesi. Deputetët rikthehen nesër në parlament pas shkëputjes disa javore për shkak të fushatës elektorale. Kryeparlamentarja Elisa Spiropali ishte paraditën e kësaj të mërkure në kryeministri, ndërsa të njëjtën në orën 10 do të zhvillohet konferenca e kryetarëve që do të përcaktojë edhe agjendën e parlamentit deri në mesin e muajit korrik. Sipas kalendarit, gjatë kësaj periudhe do të bëhen raportimet vjetore të gjitha institucioneve publike, ndërsa në shtator ligjvënësit aktual do duhet të lirojnë karriget për deputetët e rinj të dalë nga zgjedhjet e 11 majit. Disa prej tyre do të rikthehen edhe për një mandat tjetër, ndërsa të tjerë përfshi këtu edhe veteranët si Pandeli Majko, Mimi Kodheli apo Ermonela Felaj nga socialistët apo Enkelej Dalibej dhe Shamir Shej Lulzim Basha nga demokratët nuk do të jenë më pjesë e parlamentit. Pasi filloi fushatën për të mbushur mendjen të vetëve se nuk kishin humbur, Sali Berisha ka filluar sot përpjekjen për të mbushur mendjen vetes se amerikanët një ditë më parë nuk njohën rezultatin e zgjedhjeve. Sali Berisha si argument kryesor ka pse Edi Rama nuk uroi urimin amerikan. Sot Berisha nuk ka kursyer edhe aleatin e tij kryesor gjatë procesit zgjedhor, sidomos në votën e diasporës Ilirian Celibashin. Me kollare mavi, Berisha doli në konferencë për të lexuar urimin e amerikanëve, siç di vetëm ai. Ajo nuk ishte ashtu si tha. Citoje pak siç u tha dhe pastaj të bëj koment. Merr lexoni të gjithë deklaratat e mëparshme të asaj ambasade për zgjedhjet, për ta kuptuar më mirë se cili ishte thelbi i deklaratës. Lexoni pak disa nga deklaratat e sekretarit Rubio për zgjedhje në vendet ndryshme të botës. Uron shqiptarët, kaq. Kështu e kuptoj unë. Aty urohen shqiptarët. Urohen shqiptarët, nuk mohohet as nuk pohohet, farsa. Vet Berisha nuk shfaqi ndonjë gëzim për urimin, por tha se më shumë se ai është mërzitur Edi Rama. Po e peti, pse se përshëndeti Edi Rama atë urim? Më thuj pak herë. Jo më thuj. Si nuk e përshëndeti? Ai që po e prishte, prit. Ai po e prishte si diçka hyjnore atë urim. Pse nuk e përshëndeti? Pra, faktikisht është asgjësimi e Edi Ramës.
por besnikët e tij nuk lexojnë njëjtë si Berisha. Adriana Kalaja akuzoi ambasadën amerikane, kurse Tritan Sheu e qua ngej ambasadorin e Bashkimit Evropian pse njohu zgjedhjet e 11 majit. Kësaj radhe, doktori u detyrua t'u tregoj vendin. Qëndrimet zyrtare të Partisë Demokratike i shpreh kryetari i Partisë Demokratike. Kjo të ketë, domethënë, Isa, kjo është shumë e prerë. Për sa i përket mendimeve të individëve të caktuar, për ato janë individuale dhe nuk shprehin mendimin e Partisë Demokratike. Megjithatë, ai u përpoq të qetësoj të vetët e të përgatiten për luftë, por pa armë. Durim se ne kemi dokumentat. Ne natyrisht me Kalashnikov vot nuk mbrojnë. Por tani lufta fillon. Luftrat nuk janë vetëm me Kalashnikov dhe me bazuka. Jo, janë edhe këto. Po, pra, vazhdon. Po në aksion në mbrojtjes së votës, Berisha kësaj radhe gjeti 2 tradhtar, të cilët nuk i kurseu as pak, një ish demokrat e një ish socialist. Parajmëroj Ilerian Celibashin të dorëzoj çdo dokument që kërkohet në përputhje me ligjin dhe të hedh poshtë qëndrimin e turpshëm për mercenari të Ilir Usmailit, një figurë e zhveshur nga çdo lloj norme dhe standardi njerëzor, një shërbëtor pas një parim që ka votuar djetë mos u japin proces verbalet e qendrave të votimit kandidatëve apo Partisë Demokratike për Kukësit. Ku kemi fituar? Me titullin "Pse të gjithë duan Edi Ramën", një prej podcasteve më të ndjekura britanike e ka renditur kryeministrin shqiptar një prej liderëve më me ndikim. Drejtuesit e podcastit theksojnë për progresin e Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe popularitetin e kryeministrit Rama. Pse të gjithë e duan Edi Ramën, kështu e ka titulluar TLDR, podcastin e saj ku rendit liderit më me ndikim të javëve të fundit. Rama u zgjodh fituesi i javës në këtë podcast, duke dalë para liderëve të tjerë global. Fitoria e mandatit të 4, partneriteti me vendet europiane dhe populariteti i Ramës janë ato që ranë në sy të drejtuesve të podcastit. Ky është mandati i 4. E ka paraqitur veten si liderin e vetëm që mund ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Dhe njerëzit besuan në këtë platformë, konsiderohet në Europë dhe në botë një figurë shumë popullore. Ka qenë një partner i fortë për vende të caktuara europiane, kur vjen puna tek çështjet e emigracionit. Firmosi një marrëveshje me Giorgia Melonin për emigrantët dhe shumë lider, përfshirë Keir Starmer, duan të firmosin marrëveshje me Edi Ramën, por ai tha se Italia është një rast i veçantë dhe refuzoi Starmer, madje në mes të një konference, dhe Starmer nuk ishte i përgatitur për refuzim. Më tej theksohet se Shqipëria ka përparuar në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian dhe Rama ka një rol të madh për këtë. Rama ka bërë një punë të mirë me imazhin e Shqipërisë, thon drejtuesit e podcastit, duke u ndalur te shndrimi i vendit në një destinacion të kërkuar turistik dhe një vend investimesh. Sjelljet e bazakonta të Ramës, gjunjëzimi para Melonit në samitin e Tiranës, metaforat që përdor për marrëdhënien me Bashkimin Evropian e madje edhe sportiviteti i tij, me paraqitjet me atlete të bardha, duket se i dhan pikë kryeministrit shqiptar në këtë podcast, nga ku mori edhe një ftesë. Afrimi i Shqipërisë drejt Brukselit dhe drejt finalizimit të antarësimit në Bashkimin Evropian ka shtuar interesin për studime në shkencat politike dhe në diplomaci. Në Institutin e Studimeve Europiane, shumë studentë sapo diplomuar apo punonjës të administratës dhe aktivistë të shoqërisë civile ndjekin programet e veçanta që do të mundsonin përshtatjen me tregun e punës. Ata thonë se momenti historik ku po afrohet Shqipëria kërkon njerëz të aftë dhe të përgatitur. Rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian ka shtuar interesin e të rinjve për studime në këtë fushë. Mirel Meta është kthyer në auditor pas 9 vite shkëputje. Pas masterit për mësues anglishte dhe gjermanishte, po kryen master shkencor dhe për politikë dhe qeverisje të Bashkimit Evropian në gjuhën angleze në Institutin e Studimeve Europiane. Arsyeja në fakt që rikthehem në auditor pas disa vitesh është për t'i dhënë, po themi, karrierës time një shtys të re,
pasi duke pasur parasysh dhe faktin që Shqipëria është në procesin e negociatave, hapjes kapitëve për të bërë antare e Bashkimit Evropian. Në moment që Shqipëria do bëhet antare e Bashkimit Evropian, do ketë shumë institucione që do të themelojnë zyrat e tyre në Tiranë, në Shqipëri. Ka nevojë për kapacitete, kjo ka qenë një nxitje për mua që ta konsideroj këtë fushë. Të sapo diplomuar, punonjës të administratës publike, të sektorit privat, përfaqësues të shoqërisë civile, çdo pasdite i drejtohen sallës që mban emrin e politikanit dhe ekonomistit francez, mbështetës i përjetshëm i integrimit, Jean Monnet, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Tiranë. Është një kombinim i mirë i dijeve në fusha të ndryshme që lidh dhe gërsheton studimet europiane. Prandaj dhe larmishmëria e studentëve tanë auditor është një tipar dallues në këtë drejtim, por në të njëjtën kohë është edhe një tregues i qartë i faktit që këto programe mund të ndiqen nga të gjithë të interesuarit që kanë një profil të caktuar, që kanë një diplomë bachelor për masterin shkencor ose që kanë mbaruar ciklin e dytë të studimeve, ka një rritje të interesit të studentëve në programet që ne ofrojmë, sidomos duke ju referuar faktit që ne këto vitet e fundit kemi hapur edhe disa programe të reja studimi që përkojnë pikërisht me momentumin në të cilën ndodhet Shqipëria. Dua të përmend këtu masterin ekzekutiv në negociata dhe antarësim në Bashkimin Evropian, që është një master i ri dhe ka pasur mjaft interes nga studentët tanë, apo dhe një program tjetër politika dhe qeverisja në Europë që ne deri më pare kemi ofruar vetëm në shqip, tani ofrojmë dhe në anglisht. Claudia Pata punon përkthyese e njëkohësisht ndjek masterin shkencor për diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare të Bashkimit Evropian. Pasioni ka hershëm është mundësia e të ardhmes. Ku është gjeopolitika e ditëve të sotme, a jemi në një gjeopolitika apo në një gjeoekonomi, kush është e ardhmja e botës. Edhe këto kanë qenë ato pyetjet e mia kyç që mbanin të fshehur atë pasionin për diplomacinë dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Shkova jashtë për të vazhduar studimet, më pranuan në Universitetin e Triestes, mirë po bërë aplikimin për bursë, duke qenë se më kam pranuar në mars, bursat ishin mbyllur në 10 orë, nuk ishte jashtë buxhetit tim tarifa, fat që gjeta të njëjtin program në Shqipëri. Ne jemi për mendimin tim në një moment historik. Kjo është edhe një nga arsyet që tjetër që unë kërkoj të vazhdoj të kontriboj për vendin tim në një të ardhme të afërt, shpresoj, për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Në 6 programe në të 2 ciklet, master i shkencave, master ekzekutiv dhe doktorat në Institutin e Studimeve Europiane, studiojnë 120 student. Oferta akademike, thot përgjegjësia e departamentit, përshtatet me kërkesat e tregut të punës. Diplomat tona janë ndërtuar sipas modeleve europiane dhe janë të përputhshme plotësisht me standardet europiane që ofrojnë institucionet të ngjashme akademike në Europë. Nuk ka të ardhme për popujt e Evropës përveç se në bashkim, ka thënë Jean Monnet dikur, ndërsa sot, shqiptarët renditen ndër popujt më pro integrimit në Unionin prej 27 antarësh në rajonin tonë. Autoriteti kombëtar i ushqimit thotë se një sasi qumshti, kofsh pule dhe vezë të analizuara pas rastit të helmimit të disa fëmijëve të një kopshti në Gramsh kanë rezultuar të pastra nga salmonela, ndërsa për disa mostra të tjera të vezëve dhe kofshve të pulës, analizat janë ende në proces. Ngjarja ndodhi javën e kaluar në Gramsh, ndërsa për të ka nisur një hetim edhe policia lokale. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka dalë me një komunikim zyrtar lidhur me analizat e produkteve ushqimore të marra në kopshtin e fëmijëve në Gramsh, ku javën e kaluar u helmuan disa fëmijë, si dhe në subjektin që e furnizonte këtë kopsht me ushqime. AKU sqaron se nga analizat e kampionave të produkteve qumësht, kofsh pule dhe vezë, rezulton se në to nuk ka prani salmonel, por për një pjesë tjetër të këtyre produkteve priten ende përgjigjet e analizave. Informojmë se për mostrat e dërguara për analizim për produktet lënde parqumësh dhe kofshpule të kampionuara nga Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Elbasan, si dhe produktet qumësh, kofshpule, vezë e kampionuar nga Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë, kanë rezultuar të pastër për treguesin salmonel. Ndërsa për produktin vezë, kampionuar nga Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Elbasan, dhe kofshpule, kampionuar nga Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë, analizimi është ende në proces.
Ngjarja ka ndodhur javën e kaluar. Fëmijët janë ndjerkeq pasi kanë konsumuar vaktin e drekës ditën e njëjtë në kopshtin e tyre. Rasti u denoncua nga familjari një prej fëmijëve të shtruar në spital, pasi sipas rezultatit të analizave të tij rezultoi pozitiv me bakterin salmonel. 6 nga fëmijët kërkuan ndihmë spitalore pas shenjave të helmimit, të vjella, dhimbje barku dhe temperaturë. ABC News ka mësuar se në këtë kopësht ushqimi mundësohet nëpërmjet shërbimit të jashtëm catering. Për këtë ngjarje ka nisur hetim dhe prokuroria dhe policia lokale. Operacioni Ura vazhdon në Belgjik. Policia belge arrestoi shqiptarin e shpallur në kërkim ndërkombëtar Gertin Aliu, 44 vjeçari, akuzohet nga prokuroria e Barit për pjesëmarrje në organizatë kriminale për trafik të lëndëve narkotike. Për këto vepra penale, drejtësia italiane ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për 44 vjeçarin shqiptar. Në Sky Encrochat ka komunikime të tij me drejtues të grupeve dhe trafikantë të tjerë në Shqipëri. Një tjetër pjesëtar i grupit kriminal Poja për trafikimin në lëndëve narkotike është arrestuar në Belgjik si pjesë e operacionit të përbashkët Ura. Në pranga ka rënë shtetësi shqiptar Gertini Aliu, 44 vjeç i njohur si Gerti, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Arrestimi i Aliut u krye pas një informacioni nga policia shqiptare për vendodhjen e 44 vjeçarit. Nga prokuroria e Barit, Gertini Aliu dyshohet për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafik të lëndëve narkotike, vepra për të cilat është caktuar masa e sigurisë së arrestit në burg. Emri Gertini Aliu del në skenë si pjesë e dosjes së koduar Ura, ku ai rezulton të ketë vepruar si ndërmjetës mes një grupi shqiptar dhe një tjetër italian në trafikun ndërkombëtar të drogës. Sipas dokumenteve hetimore, ai ishte në komunikim të vazhdueshëm përmes aplikacionit të koduar Sky ECC me emra të tjerë të përfshirë në këtë rrjet si Redi Tusha, vëllai i truprojës i ish-kryeministrit Sali Berisha, Erigel Spresi dhe Genci Telollari. I kemi parë së bashku. Do të vi dhe do të flas personalisht. Më tha për një vend tjetër. Duhet të gjejmë një magazin. Si the ti, Tusha? Po, Tusha. Redi. Ishte ai më parë në dhomë. Gjithashtu përmes përgjimeve në Sky ECC rezulton se Aliu kishte kontakte në Shqipëri me një tjetër trafikant, me qëllim krijimin e një rrugë të re, furnizimi me drogë nga Shqipëria drejt Italisë. Në këtë dosje, përmenden edhe bashkëpunëtor të tij të afërt mes tyre Adi Çoba, i njohur me pseudonimin Bajoli, Genci Telollarin, Erges Mollën dhe Ervis Detin, ku me këto të fundit Aliu komunikon për të organizuar trafikun e drogës. I thash dëgjo, zbrit sepse nuk i kam parat. Nuk është se nuk i kam parat, por herën e parë po sforcohem, herën e dytë nuk më rakosëm më. Tani në lojë është futur Gesi dhe jo Spiro. Tani Gesi më tha kështu, këtë herë merre më para, sepse mua mi kanë marrë. Më duket se kunati i ti ka ikur. Qa bon e mërë? Hiqma, qa bon ti? Mas ditët do vitë të takoj se s'kam qenë në Durrës këtë ditë pranaj ikse së shtu. Mirë vlajot? Mirë, jo kot. Unë moram shumë për merak, se qa është. Operacioni Ura çoi në lëshimin e 52 masave sigurie, prej të cilëve 29 nga gjykata e posaçme, për antar të një grupi kriminal që u cilësua si një nga më të rrezikshmi që vepron në territorin shqiptar dhe jashtë tij. 3 organizatat kriminale janë goditur, përfshirë ato me bazë në Durrës të drejtuar nga i kërkuar Ervis Doçi, i njohur si Visi Pojës, dhe 2 të tjerë në territorin italian. Prokuroria e Tiranës vazhdon hetimet për atentatin e ndodhur disa javë më parë në Lundër, ku u plagosën 4 persona. Hetuesit po këshyrin 4 vendet ku kanë lëvizur autorët e dyshuar, si dhe po zbërthejnë qelizat telefonike të tyre. Detajet e reja janë zbardhur nga atentati me 4 të plagosur, 2 prej tyre të mitur në zonën e Lundrës në Tiranë, mbrëmjen e 17 prillit. Grupi hetimor konfirmon për ABC News se qelizat telefonike të shtyllave në 4 lokacione të ndryshme janë marrë dhe po verifikohen nga ana e grupit hetimor për të bërë të mundur dhe zbardhjen e telefonatave që janë kryer në oraret e caktuara që përkojnë edhe me orën e atentatit. Sipas antarëve të grupit të hetimit, zbërthimi i qelizave telefonike do të zbulojë se çfarë telefonatash janë kryer në 4 lokacione ku kanë lëvizur autorët dhe kujt i përkasin numrat të cilët kanë lëvizur pranë antenave dhe kanë lënë gjurmë. Pas verifikimit të këtyre analizave pritet dhe marrja e përgjigjeve të profileve gjenetike që policia ka çuar për verifikim dhe të dyja së bashku mund të zbardhin detaje rreth identitetit të personave të përfshirë në atentat, të cilët deri më tani dyshohet se kanë qenë 2 kryesorët, por që janë ndihmuar dhe nga të tjerë persona. Teksa policia ka ende 2 pista kryesore që ka përqendruar hetimin. E para është ajo e fajdeve që mund të jetë i përfshirë babai i 2 të miturve, që mbetën të plagosur mbrëmjen e atentatit, dhe pista e dytë nuk përjashton mundësinë e një ngatrimi objektivi.
Ish drejtoresha e Bashkisë së Tiranës, Debora Keqi, u dënua me 16 muaj shërbim prove dhe 5 vite larg funksioneve publike. Vendimi u dha nga gjykata e posaçme që përfundoi procesin për një fraksion të dosjes 5D. Ajo dhe 3 zyrtarë të tjerë u akuzuan se favorizuan firmën 5D për rikonstruksionin e një palestre. Gjykata e posaçme ka dënuar me 1 vit burg ish drejtoreshën e Sport Klub Tirana Debora Keqi në lidhje me dosjen e njohur me emrin 5D. Ish zyrtarja u gjet fajtore nga gjykata për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera dhe për shkak se procesi u zhvillua me gjykim të shkurtuar, ajo u dënua me 8 muaj heqje lirie. Por këtë dënim gjykata ja konvertoi në 16 muaj shërbim prove. Në të njëjtën kohë ajo nuk mund të kryejë asnjë funksion publik për 5 vitet e ardhshme. Gjykata gjithashtu dënoi edhe 3 antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, që sipas PAK akuzohen se favorizuan kompaninë 5D për të fituar një tender për rikonstruksionin e një palestre në kryeqytet. Teuta Guri u dënua me 6 muaj burg, por ky dënim u pezullua dhe u konvertua në 6 vjetor pune në shërbim të komunitetit. I njëjti vendim u dha dhe për 2 antarët e tjerë, Jetion Mera dhe Renaldo Gjerazi. Ndërkohë në një tjetër fraksion janë duke u gjykuar ish zyrtarë të tjerë të Bashkisë së Tiranës për akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. Sipas prokurorisë Redi Molla e Mariglen Qato, ish drejtues në UKT, kanë qenë pronar të fshehtë të kompanisë 5D Construction, duke përdorur ortak fiktiv. Kjo kompani ka përfituar në mënyrë të parregullt 12 tendera publik në vitet 2016-2020, duke shkelur rregullat e prokurimit dhe duke siguruar përfitime për rreth 192 milion lekësh. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim do të mbështesë Shqipërinë me kredi në vlerën 900 milion euro për investime. Drejtoresha e Bergzhit për Shqipërinë tha se fokusi do të jetë kryesisht në energjinë rinovueshme, si dhe në përgatitjen e sipërmarrjes për të bërë pjesë e tregut europian. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë vuri theksi në nevojën për investime në kapitalin njerëzor. 900 milion euro investime do të siguroj Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim në 5 vite për Shqipërinë, gjatë prezantimit të raportit të tranzicionit 2024-2025. Drejtoresha e zyrës së Bergzhit në Shqipëri, Katerina Solovova, tha se asistenca për Shqipërinë synon që të mbështesë progresin e plot drejt BE-s dhe do të ketë prioritet mbështetjen për energjinë rinovueshme, të përgatisë sektorin privat për të bërë pjesë e tregut europian, si dhe të rrisë standardet e fuqisë punëtore. Bordi ynë miratoi strategjinë e re 5 vjeçare për Shqipërinë, e cila bazohet në angazhimin tonë në Shqipëri, me afërsisht 900 milion euro financime dhe asistencë teknike, që synon të mbështesë progresin e plotë të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Prioritetet e strategjisë tonë për vendin janë plotësisht të harmonizuara me strategjinë globale të Bergzhit dhe janë përshtatur me prioritetet dhe nevojat specifike të Shqipërisë. Prioriteti i parë është përshpejtimi i kalimit drejt ekonomisë së gjelbër. Do të vazhdojmë të mbështesim Shqipërinë drejt energjisë rinovueshme. Prioriteti jon i dytë synon të ndihmojë sektorin privat që të përgatitet për të pasur akses në tregun unik europian, duke rritur si financimin direkt, ashtu edhe indirekt, për të përmirësuar konkurrencën, qëndrueshmërinë dhe integrimin e bizneseve vendase. Guvernatori Gen Seiko theksoi se sfidat më të mëdha për ekonominë tashmë mbeten kostot nga tensionet gjeopolitike, por edhe fuqia punëtore kualifikuar. Sipas kreut të Bankës Qendrore, politikat që duhet të ndërmerren në këto drejtime duhet të jenë të harmonizuara me procesin e integrimit europian. Ta hartojmë politika industriale të zgjuara dhe gjithëpërfshirëse dhe që përputhen me aspiratat tona afatgjata. Mbi të gjitha, ne duhet investojmë jo vetëm në sektorët e ekonomisë, por edhe tek njeriu si qeliza bazë e fuqisë punëtore, si dhe tek institucionet dhe infrastruktura që do të definojë Shqipërinë së nesërmes në rrugtimin tonë drejt integrimit evropian, si një hapësirë mundësish për një transformim të pandërprerë. Raporti tranzicionit të Bergzhit ofron një analizë të thelluar për riformulimin e politikave industriale në një kontekst global të ndryshuar nga sfida dhe mundësi të reja. Presidenti Zelenski fton Trump dhe Putin të ulen të tre në tryezën e bisedimeve për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ftesa është bërë gjatë një deklarate për mediat, por presidenti rus hodhi poshtë idenë për një takim trepalësh. Kremlini thotë se një takim i tillë nuk mbahet pa diskutuar delegacionet, por Zelenski edhe gjatë takimit me kancelarin Merz në Berlin tha se Putin po dëshmon qartë çdo ditë se nuk e do paqen.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski vijoi këtë të njëjtë thirrjet e tij për një takim ballë për ballë me presidentin rus Vladimir Putin, duke insistuar se bisedimet e drejtpërdrejta janë mënyra e vetme për të dhënë fund luftës. Kreu i shtetit Ukrainas deklaroi se nëse Putin do të kishte problem një takim ballë për ballë për Zelenskin, nuk do të ishte problem që pjesë e këtij takimi të ishte edhe presidenti amerikan Donald Trump. Menjëherë pas kërkesës së presidentit Ukrainas për një takim tripalësh, Kremlini e hodhi poshtë idenë, por kreu i delegacionit rus Vladimir Medinsky tha se Moska ka propozuar vendin dhe datën për të vjuar negociatat dhe po pret një përgjigje nga Ukraina. Një zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin kishte thënë më herët se një takim trepalësh duhet të jetë rezultat pikërisht i një marrëveshje konkrete mes delegacioneve ruse dhe ukrainase. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili vizitoi këtë të mërkur Berlinin, ku u takua me kancelarin gjerman Friedrich Merz, dha disa paralajmërime të forta për të dëshmuar që Rusia nuk do paqe. Zelensky u shpreh se Moska ka mobilizuar mbi 50.000 trupa ushtarak pranë rajonit Sami në veri lindje të Ukrainës me synim zgjerimin e pushtimit të tyre. Presidenti i Ukrainës tha se në ditët në vijim, Moska synon gjithashtu që të godasë Ukrainën me më shumë se mbi 1000 dron, ndërkohë që bëri thirrje për Shtetet e Bashkuara dhe presidentin amerikan Donald Trump që të shtojë presionin ekonomik me sanksione ndaj Moskës. Në mbështetje të Ukrainës, Merz njoftoi një paketë ndihme prej 5 miliardë eurosh. Ai njoftoi se Gjermania do të financojë raketat me rrezë të gjatë veprimi të prodhuara në Ukrainë, por jo të dërgojë raketa gjermane Taurus, të cilat Zelensky ka kërkuar prej kohësh. Dhe kemi lajm të fundit që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Administrata Trump thotë se do të fillojë të vendosë ndalime udhëtimi për zyrtarët e huaj që beson se po censurojnë kompanitë dhe qytetarët amerikanë jashtë vendit për fjalën e mbrojtur në Shtetet e Bashkuara. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha në një deklaratë të mërkurën se po ndërmerrte veprime për të luftuar atë që administrata e konsideron si kufizime të padrejta dhe të padrejta mbi lirinë e shprehjes. Deklarata nuk identifikoi asnjë objektiv të menjëhershëm të politikës së re, të cilën Rubio tha se do të drejtohej ndaj zyrtarëve të huaj që lëshojnë ose kërcënojnë me urdhër arresti për qytetarët amerikanë ose banorët amerikanë për postime në mediat sociale, në platformat amerikane, ndërsa janë fizikisht të pranishëm në tokën amerikane. Edhe pse ndërmarrin veprime për të hedhur poshtë censurën në vend, shohim raste shqetësuese të qeverive të huaja dhe zyrtarëve të huaj që mbulojnë problemet të AI. Në disa raste, zyrtarët e huaj kanë ndërmarrë veprime flagrante censure kundër kompanive të teknologjisë amerikane dhe qytetarëve dhe banorëve amerikanë, kur nuk kanë autoritet për ta bërë këtë. Vritet në Gaza Mohamed Sinvar, një nga figurat kryesore të Hamasit, vllai ish liderit të grupit terrorist Yahya Sinvar, që organizoi sulmin e tetorit 2023 ndaj Izraelit. Kryeministri Netanyahu tha në parlament se ai ishte një nga terroristët më të kërkuar dhe ishte ekzekutuar gjatë një operacioni në 21 maj. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu konfirmoi vdekjen e kreut të Hamas në Gaza, Mohamed Sinwar. Ai ishte një nga më të kërkuarit e Izraelit dhe vllai më i vogël i ish liderit të grupit militant Yahya Sinwar, i cili u vran në një shkëmbim zjarri me trupat izraelite vitin e kaluar. Duke folur në parlament, Netanyahu e përfshiu Mohamed Sinwar në një listë të udhëheqësve të Hamasit të vrarë në sulmet izraelite, por më vonë, burime nga forcat izraelite thanë se ata ende nuk ishin në gjendje të konfirmonin vdekjen. Sinwar kishte qenë shënjestër i një sulmi izraelit në një spital në jug të Gazës në fillim të këtij muaji dhe Netanyahu tha se ka të ngjarë që ai të jetë vrarë më 21 maj. Ndonse jo aq e rëndësishme sa vrasja e Yahya Sinwar, i cili organizoi sulmet e tetorit të vitit 2023 ndaj Izraelit, vdekja e Mohamed Sinwar është po aq e rëndësishme për Izraelin. Izraeli nisi një fuçatë ushtarake në Gaza në përgjigje të sulmit ndërkufitar të Hamasit rreth 2 vite më parë, në të cilin u vran 1200 persona dhe u morën peng 251 të tjerë. Mbi 54 persona janë vrarë në Gaza që atëherë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Hamas. Një 11 vjeçare palestineze është vrarë javën e kaluar në Gaza gjatë bombardimeve të ushtrisë izraelite. Voglushja ishte aktivistja me moshën më të re që punonte për shpërndarjen e ndihmave humanitare. Një sulm error izraelit në lagjen Al Baraka të Gazës përgjatë kësaj jave i ka marrë jetën 11 vjeçares Yakin Hamaj, influencueses dhe aktivistes më të re mediatike në enklavën palestineze. Yakin Hamaj punonte ngushtë me vllajën e saj, Muhammad Hamaj, duke shpërndarë ndihmë për familjet e zhvendosura dhe duke dokumentuar vështirësitë e përditshme të fëmijëve palestinez.
Ajo ishte gjithashtu pjesë e kolektivit Ounea, një organizatë jo fitemprurse palestineze që mbështet nismat humanitare në territorin e pushtuar. Pamjet e xhiruara nga 11 vjeçarja të shpërndara në rrjetet sociale tregonin momente nga përditshmëria në pushtimin izraelit, ngatim në stufa të improvisuara apo shpërndarje ndihmash për fëmijët e zhvendosur. Një nga videot më të shpërndara në rrjetet sociale tregonte Yakin Hamaj duke gatuar pa gaz me mbishkrimin "Gaza asgjë nuk është e pamundur". Mirapërdërues të rrjeteve sociale i bën homazhe 11 vjeçares, e cila ishte shprehur se gjithçka që bënte në rrjetet sociale ishte që të gëzonte njerëzit në mënyrë që ata të mund të harronin paksa pasojat e luftës brutale. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gaza që nga tetori i vitit 2023, konflikti i vazhdueshëm ka shkaktuar vdekjen e mbi 54.000 palestinezëve, ku mes tyre janë 16.500 fëmijë. Vdekja e Yakin Hamaj, një zë i guximshëm mes dhimbjes dhe shpresës, ka tronditur komunitetin ndërkombëtar dhe ka sjellë edhe një herë në qendër të vëmendjes realitetin e rënd të fëmijëve në Gaza. Në Tiranë është ngritur për herë të parë një spital për kafshët. Aty jepen të gjitha shërbimet me standarde bashkëkohore. Kryeministri Rama, që pamjediset, tha se ky është një kontribut për të bërë më shumë europian. Në Tiranë është ngritur i pari spital veterinar i pajisur me protokollet dhe aparaturat më bashkëkohore për kujdesin ndaj kafshëve. Kryeministri Edi Rama pa nga afër spitalin, i cili përfshin shërbimin e urgjencës, sallat e operacioneve, stomatologjin, përfshirë dhe radiografin digjitale. Është një destinacion humanizmi dhe kujdesi shëndetësor. Është një destinacion sipërmarrje dhe optimizmi për jetën dhe për të ardhmen. Sipas kryeministrit, iniciativat të tilla janë të mirëpritura për kryeqytetin. Nëse duan arsye për të besuar tek Shqipëria, nëse duan arsye për të besuar tek vetja, nëse duan arsye për të besuar tek e nesërmja, këtu mund të gjejnë të gjitha arsyet. Është një kontribut për shoqërinë, është një kontribut për qytetin, kryeqytetin, është një kontribut për brezat që vinë pa diskutim. Spitali pret minimalisht 100 vizita në ditë, por nuk kufizohet vetëm me mjekimin, në të ka ambjente të dedikuara edhe për blerjen e ushqimeve, veshjeve dhe trajtimit estetik për kafshët. Jemi në fund të këtij edicioni informativ, vetëm pas pak në orën 20 Real Story me Sokol Ballën. Për çdo informacion të fundit, klikoni në abcnews.al, si dhe na ndiqni në Radio ABC 105 FM. Mirë, takojmë nesër në orën 19. Mirupafshim.